Këshillit. Kërkuan kërkesë të veçantë që ai të sillej të ndigjohej. Jo, tha. Nuk munda. Një lloj pse i solla këto dy shembuj. Jo, as pak se ai është as i penduar, as i pafajshëm. Jo. Por prap, në një vend demokratik, procedura është themelore, është përcaktuese për të drejtat e njeriut, për shtetin ligjor, për të gjitha. Pra, i solla më shumë këtu për të patur të qartë çdo shqiptar se në çfarë regjimi është i instaluar këtu. Ju them këtu, se ne që kemi memorien e kohës shkur, nuk kanë asnjë dallim përveç kësaj seance publike, kjo le që këte publike e bënin vetë ata, sa ata e bënin gjyq popullor, po nuk kanë asnjë dallim veprimet tjera nga qëndrimi që mante Enver Hoxha ndaj armiqve të tij. Identik. Po ama nuk kanë as i dallim dhe armiqt, se dhe ata ishin me Katar, si ishin kur të pafajshëm, po kishin kryer krime kundër shqiptarëve, dhe edhe këta janë me Katar. Edhe këta kanë vjedh dhe vetëm vjedh. Po ngjashmëria, krimi i ngjashmërisë është dëshmi flagrante e narkoshtetit, e narkodiktaturës. U ndala këtu për të theksuar se ky dimension represiv i shkallës së paimagjinueshme ndaj atyre që Rama i konsideron të rrezikshëm ose ndaj atyre që zvazhdon dot t'i mbroj, kurse këte ka heq vetë velin. Duan pa diskutim, e konsideron të ju dihet ato se ju jeni dëshmitar. Ky shkoi në Shtetet Bashkuara dhe bëri fotografi me Kamala Harris. Po, publiku duhet ta di këtë. Rama shkoi dhe s'bëri dot fotografi. Kjo është e vërteta. Shkoi dhe nuk bëri dot fotografi. Pse tek nuk e di. Por aty filloi shizme e madhe. Por të vjedh, asnjë nga vjedhjet që ka bërë me Rama nuk ju faturuar Erion Velis. Asnjë. Erion Velia i din Rams. Të gjithë vjedhjen që bën në urbanistik e di Rama. Po. Hoteli, 20 katësh, gjerë tani 70 milion euro. I Randy Malls. Është hoteli i familjes Rama. Randy Mall është djali i Tezës. Vajzë Tezës Linda Rams. Po. Dhe prandaj Randy Mall del nga burgu. E nxjerrin. Këte se lanë me shku në mbledhje. Në mbledhje të Këshillit kur e shkarkojnë, kurse Randy Mallën me hotel 20 katëshe, e nxjerrin, e çojnë në shtëpi, se është djali teta Olgës. Po, që në fakt, aksionet janë përbashkëta, e thanë që në fillim, që janë torësit, nuk qenë kanë torë, qenë kanë direkt atyre.
por historitë e tyre nuk kanë fund. Tani rikthehemi ne tek problemi ynë. Cili është qëndrimi i tyre ndaj opozicës? U shpreh në mënyrën më të qartë se kur këto javë të parlamentit që kulmuan me ditën e djeshme. Gjatë këtyre javëve të parlamentit, çfarë u provua? U provua se për t'i mohua fjalën e opozicës, ata ishin të gatshëm të sakrifikojnë parlamentin. Ishin të gatshëm de facto të asgjësojnë parlamentin dhe parlamentarizmin. Nuk kishte ndodhur kur kjo. Jo. Kjo është herë e parë. Se si mundet të pranosh kryeministër të votosh programin 4 vjeçar dhe kabinetin për 28 minuta, tregon se je një pasardhës besnik e Enver Hoxhës, një bastard i Kim Jong-unit apo Gaddafit. Se kush në botë një akt të tij, jo Enver Hoxha se bënte dot, se s'kish nevojë se po. Por këta që kanë, se si mundet ta bë, e bën ata. E pat, 1 ditë, 2 ditë ka zhvilluar parlamenti, që kur është hapur. 2 ditë. Dhe ato 2 ditë ishin u shpëtuar nga duart. Se doli Tauland Balla tha, o këto, ose do i votojmë. Do i votojmë. Por kulmi i tyre arriti dje. Ne paraqitëm të drejtën e në përputhje me kushtetutën, kërkuam të ushtrojmë të drejtë e komisioneve hetimore. Mision kryesor i opozicës, kontrolli. Kaq ka opozita, opozita ndoj kontrollin, po, e ka mision kryesor. Ajo opozitë që nuk bën kontroll, ajo nuk është opozitë. Ajo është pseudo opozitë, është letër kot. Qofse ti nuk kontrollon dot sistemin, çfarë don aty? Filloi me refuzimin e ministrave për t'u paraqitur para jush në komisione, me refuzimin e interpelancave të Ramës, me refuzimin e mocioneve dhe kulmoi me refuzimin e 2 komisioneve hetimore parlamentare të një rëndësie themelore për shoqërinë shqiptare. Të një rëndësie themelore për shoqërinë shqiptare. Jo vetëm për opozitën. Me Gonigal është një rëndësie të jashtëzakonshme. Emri Edi Ramës, sipas mediave amerikane më serioze të bazuara në dosjen e gjykatës Washingtonit. Në atë dosje citohet 13 herë. 13 herë. Edi Rama publikisht ka deklaruar krenarinë e tij me miqësinë me Gonigalin. Tani duhet jemi të hapur dhe të vërtetë. Edi Rama e korruptoi
njeriu kryesor që kishte mision të mbronte kombin amerikan nga korrupsioni. E thot gjykatësi, se them unë, e ka gjykatësi në vendimin e tij. Edi Rama e pagoi atë për aksione direkt kundër opozicës. Edi Rama e futi atë në hetime të pista, të turpshme, të padenja. E Tom Doshin e Duri Mbami në Vjenë, i çoi në Vjenë që t'i hetonte, se e ka porosit durimin Edi Rama, Ilir Meta ta vriste Tomën apo të mos e vriste. E kuptoni, Presidenti i Republikës tani hetohej për një trillim të mirëfillt dhe mirej paguaj kryesmbuluesi i Shteteve të Bashkuara për hetimin. Në Vjenë, vend neutral, ka akt më të turpshëm. Dorian Dushka dhe Agroneza bashkë me Gonigalin takonin prore këtu biznismen, të cilët kanë patur kurajon të dalin publikisht të denoncojnë. Dhe u kërkonin 1 milion, 2 milion për të hequr sanksionet. 5 milion me radhë. Kjo është një veprimtari e fuqishme kriminale, Edi Ramës me Gonigalit, Dorian Dushka, Agronez, por e vërteta është edhe kompanisë që solli mbrapa dhe e kontraktoi Edi Rama për të marrë me opozitën, siç pohohet nga dokumentat, flas.